Dhe tashmë do të kemi një tjetër fitues. Ai përket sportit të boksit. Për ta dorëzuar këtë çmim, fillimisht kam kënaqësinë të ftoj në skenë nga boksierët më të mirë shqiptar. Ai është njeriu që ka zhvilluar të parën ndeshje të boksit profesionist në vendin tonë, Besnik Xhetaj. Dhe ndërsa zoti Xhetaj vjen në skenë, ky vlerësim do të shkojë për një emër i cili është ndër më të mirët e boksit shqiptar, me përfaqësime dinjitoze, të cilat na kanë bërë krenar të gjithëve, dhe që e mirëpresim me një duar trokitje, ajo është Arion Kajoshi. Mirë mbrëma. Me që m'japet rasti, po i uroj gjithë sportistëve të këtij vit, sportistëve më të mirë të Shkodrës për rezultatet që kanë dhënë gjatë këtij vitit që tashmë po përfundoi. Dhe në veçanti Ariol Kajoshit për punën e tij që ka bërë gjatë gjithë këtyre viteve dhe i uroj suksese edhe në të ardhmen. Mirëmbrëma të anëve, deshta me falenderu gazetën Shkodra Sport, si dhe gazetarin Gjergj Kulla për këtë çmim, gjithashtu trajnerët e mi, trajnerin e madh Zëv Gjoni, që ka besu të unë deri tash, dhe familjen teme. Gjithashtu i uroj një vit sa më të mirë sportistave, sa më shumë sukses në vitin 2026.